Në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi u dha premiera e dramës Përtej Horizontit të Eugene O'Neill, një vepër e thellë që trajton dashurinë, dilemat, ëndrat dhe fatin e njeriut. Në regjinë e Silvio Goskovës, drama solli një interpretim të fuqishëm, ku emocionet dhe tensionet njerëzore u përjetuan intensivisht nga publiku. Përmban një temë të fortë, duke nisur nga tema familjare e deri tek tradhtit që ndodhin brenda në familje. Por që unë në fund ndjehem mirë me punën që kam bërë. Mendoj që publiku e shijoi dhe dua të falenderoj në mënyrë shumë të veçantë kolegët e mi. Pas shfaqjes, aktorët ndanë emocionet e tyre duke e cilësuar dramën, një udhëtim të brendshëm që prek çdo njeri. Një autor i jashtëzakonshëm dhe kjo vepër është një nga veprat më të bukura dhe më të thella të tij. Shpresojmë të kemi dhënë diçka. Unë u befasova që salla e aprovoi për krau, i pëlqeu, sepse gjykatari ai është. Ai është gjykatësi. Shfaqja është me shumë emocion, me shumë dhimbje, me shumë mesazhe dhe mu duk që u kënaqen sot në premierë, ta mendosh sallën të mbushur plot. Çdo shfaqje ka emocion të veçantë, si këtë radhë nuk kam ndjerë emocion asnjëherë. Ndoshta për shkak të rolit, ishte një rol që kishte shpërthimet e veta, kishte ngjyra shumë, edhe jam pa fjalë nga publiku sot. Përtej Horizontit do të vijojë të shfaqet gjatë fundjavës duke ftuar publikun të përjetojë një nga dramat më të fuqishme të skenës botërore, sjell me mjeshtëri në teatrin e Korçës.